postim. No, vabbè. Pastaj iku Tani, unë ngela vetëm, iku nga këtu Tani, shkoj se u liru i kravat atje, nejta vetëm, pastaj erdi Gimbo, Gimbo duhet flinte me mu, unë i thash, se ishim bashkë gjithë, Gimbo i thash Angelus, Angelus ishte atje, i thash, Angelo, ajde ti këtu, i thash, shkoj Gimbo atje, se këtë krevatin këtu e përdorte edhe Selini, me gjithë, do të thënë, e shef ato gjithë gjonat atje, me kapit i kishte këtu ajo, gjitha dhe e përdorte për pasqyrën, dhe shkot edhe këte ose këte. Edhe nga që ishte Gimbo atje, dhe ajo s'kishte me Gimbon muhabet, kupton, në atë moment. Edhe unë i thash, ajde Angelo këtu, e ti lirojmë vëndin Gimbos, ore, e kuptoti se sa i mirë sjellë që më, me gjithë ta. Se krevati këtu ka qenë hallë, kur vije, o vlla, po mos të sajoshin. Po mos se ishte si mikpritje se ta diskutoni në Prime, thoshin, as krevat nuk i gjetët, nuk ishte mirë se ardhje, nuk ishte, kupton. Krevati ka qenë hallë, ku do flesh? Se i bite me flet në tokë. Dhe i thash, Gimbo ti edhe mik nga Kosovë, fli atje veta, mos fli këtu më siklet me mu. Imaginot këshit fjetet e dy. Pra. E qova atje, Angelën e ngrita nga atje e sola këtu, se ishte të rezit vetë. Jo tha, okej, ma mirë të flim në dy, se a i të flet vetëm, se mik nga Kosova, e qetësi, do të thënë, edhe për mirësjellje dhe për gjitha, Selinit i thash, e ke krevatin dopjo këtu, me Angelën ishte shok, e kupton dhe me mu, ishim bashkë, që e